Në festën e zojës së Këshillit të Mirë Pajtore Shqipërisë në Bazilikën kushtuar saj, u kremtua mesha solemne duke shënuar njëkohësisht edhe hapjen e vitit jubilar në kuadër të 110 vjetorit të shpalljes së saj si Pajtore Shqipërisë. Kremtimi u drejtu nga kardinali i Bazilikës Papnore Santa Maria Maggiore, Rolandas Makrikas. Ma rinnovare oggi un atto di fede. Të kremtosh këtë përvjetor dhe këtë vit marian nuk do të thotë vetëm të shikosh të kalumen me nostalgji, por të rinovosh sot një akt feje. Do të thotë të thuash edhe sot, duam të udhëhiqemi nga Krishti bariu i mirë. Edhe sot, duam të dëgjojmë zanin e tij. Edhe sot, duam të ecim sipas shembullit të Marisë, si një popull që shpreson. Në Ungjil, Jezusi përfundon me një premtim. Unë kam ardhur që të kenë jetën dhe ta kenë në plotësi. Jo një jetë çfarëdo, por një jetë të plotë, një jetë që nuk mbaron në gjanat e kësaj bote. Kjo është shpresa e krishterë. Ky është premtimi i besuar edhe popullit shqiptar, një jetë që i reziston provave, që ringjallet pas çdo ranie, që hapet gjithmonë ndaj së ardhmes. Le t'i besojmë atëherë me zemër bijësore nanës sonë qellore, e ndëruar këtu me titullin Maria, Nana e Këshillit Mirë. Nga kjo bazilik, në bashkim shpirtënor me Bazilikën Papnore të Santa Maria Maggiore, kujdestare e ikonës së nderuar Salus Populi Romani, edhe me marr kishën, kërkojmë hirin të qëndrojmë në grigjin e Zotit, të mos e shujmë zanin e bariu të mirë, të ecim gjithmonë në dritën e tij. Dhe kështu, të udhëhequr nga Virgjëra Mari dhe të mbështetur nga kisha, do të mund të jetojmë vërtet një jetë të plotë që Krishti ka ardhur të na adhurojë. Hapja e vitit jubilar përbën një ftesë për reflektim, falënderim dhe ripërtëritje shpirtërore, duke vendosur këtë përvjetor të rëndësishëm në zemër të jetës kishtare dhe të besimtarëve, të cilët i drejtohen zojës së Këshillit të Mirë si udhërrëfyese dhe mbrojtëse në çdo kohë.